Gjatë një operacioni të koduar policor, forcat e rindin ndaluan automjetin tip Benz të Ismet Gaxherit, duke gjetur në posedim të tij një armë pistolet me municion, të cilën e mbante pa leje. 39 vjeçari u arrestua me njëherë për veprën penale të mbajtjes pa leje të armëve, ndërsa policia njofton se operacionet për parandalimin e krimit armatosur vijojnë intensivisht. Gaxheri nuk është një emër i panjohur për autoritetet. Ai ka qenë i përfshirë në ngjarjen e Linzës në vitin 2015, ku u vra Anton Nikaj. Sipas hetimeve të asaj kohe, Gaxheri kishte shoqëruar Nikajin dhe ndërhyri gjatë një përleshje që më pas rezultoi fatale për Nikajin. Gaxheri vetë u plagos gjatë incidentit duke marrë goditje në pjesën fundore të pistoletës, ndërsa Nikaj u qëllua në qafë dhe humbi jetën menjëherë. Në ngjarje ishte përfshirë edhe Ervis Martina, i njohur si mbreti i lojrave të fatit, i cili rezultoi i zhdukur që nga gushti i vitit 2022. Pretendimet dyshohen se kishin lidhje me një borxh prej 20.000 eurosh mes Gaxherit dhe Martinajt, por të cilat më vonë janë mohuar nga veti plagosuri. Gjykata e apelit ka konfirmuar më vonë se vrasja e Nikajt u krye nga Emiliano Tashur, si rezultati i dhunës së përbashkët mbi Nikajin dhe Gaxherin, duke shtuar kompleksitetin e këtij rasti dhe lidhjeve të tij me rrjetin e krimit organizuar. Arrestimi i sotëm i Gaxherit rikthen vëmendjen e autoriteteve dhe publikut mbi aktivitetin e tij kriminal dhe sfidat e sigurisë në kryeqytet.